Këto të dyja po zihen. Arlis fotografi. Ja dhe burger. It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Mirëmëngjesi. Sot jam bërë gati se do dal me gocat, me Belën dhe Rozin për kafe. Dhe do mbaroj ca puna ndë nga bloku. Kam menduar që të shkoj për vetullën, që të heq vetullën, megjithse vetulla ime s'ka shumë nevojë, por gjatë gjithë kësaj kohe unë nuk kam pasur besim te një parukiere për ta hequr, edhe e kam hequr vet dhe mendoj se duhet i bëj të paktën një lyerje ose një trajtim e meriton vetulla ime. Të shohim çfarë do bëj një profesioniste, sepse e kam lënë një çik pas dore. Jo se e kam keq, sepse ndonjë parukerje mund ma kishte holluar, por që të shohim tani se çfarë ndryshimi do t'i japi, se më ka dhënë fjalën që do ma ndryshoj. Kjo është veshja për sot. Kpucët nuk e di se çfarë do vesh. Çantën po lëm edhe ikim. Tani, Bela, do blesh 17 Pro Maxin të Alex Mobile. Po, sepse kam ngelur te 12-a, si që shikon. Shumë gabim. Rozi, nxirre shpejt. Kam pritur, po duan ngjyrën Kurse unë erdha ta lyej këtë timin portokalli. Kam marrë bojrat. Po, me që po lyej kjo, ta lyej edhe unë. Jo, ajo ti jo. Po. Duhet ta blesh. Ma tregoj çik. Erdhi Rozi, e futëm dhe këtë këtu. Është momenti ta ham drekën. Ëmbëlsira ishte kjo panakota, që qënë ka super. It's been a while since I left. Nobody knows where I went. Kemi dal me goca te liçeni, se mos ju nxjerr në një gjë, në një muhabet. I'm doing just fine. Kemi dal nga liçeni për Time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost, because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Këto të dyja po zihen. Just riding waves, 'cause I Ta dini ju s'keni që doni. The sun is on my face. Quhet my favorite. Është lezetshëm. Searching for treasures in my mind. I know I'll find it, 'cause the islands Pra. showing me the way. Po me nëse ke pirë, apo e kemi pirë? I've been floating coast to coast, from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost, because I know when I'm with you I'm home. I'm with you, I'm home. Yeah. When I'm with you, I'm home.
with you I'm It don't matter if I'm lost because I know Sapo më erdhi kudita. Tek shisa e bukur është bërë. Është bërë si kudita kaçurese. Ja prish çik po skaj. Edhe po pim një kafe këtu në diell. Po e shijojmë. Ja pra, erdhi momenti që kudita të më marri mua me makinë. Të bëhem unë një shofere. Po pra, se vetëm gjithmonë Eva. kam qenë unë. Sa mirë kështu me shofere, a? Bukur se Para kaloj. Unë që mësoj keq. Erdhëm të shtëpia kuditës. Ja ku kemi fler gjëra. Se të bëjmë burgers. Erdhëm të shtëpia kuditës, dhe t'ju tregojmë pak se qa blem në market. Taj marketi që kam thënë unë që ka gjëra greke. Patatinat jumbo të preferuarat e mia. Ka marrë me erza kudita. Kola, se do shoqërojmë burgerin. Futem në ngrirje se është ngrohtë. Këto janë blerjet e mia, jo, të tuat pikante. Po, ti se di se çfarë. As nuk se di, mora misra për kokoshka. Kafja e kuditës. Këtë e ka marrë unë ta kem në shtëpi për Cezar, se e përdor shumë. Nuk ka përdi këtu domethënë, jo. Jo, se janë të ndryshme. Krimi që ka marrë kudita. Tani për burgerat kemi marrë qofte për burger, morëm këto të KMY-s, nuk e di se si janë, se është hera e parë për mua që bëj burger. Po, për ty? Kur është për ty e para, imagjino. Okej, do shohim se si do na dalin si hera e parë që do i bëj. Kemi marrë kastravecat turshi, normal duhen për burger. Nuk e di, nuk gjeta cheddar, po kemi djath tjetër, edhe morëm të salsën që është për burgers. Edhe sigurisht buka, që është për burger. Gjitha këto na kushtuan 19,700. Kështu, tani do i futemi punës të bëjmë burgerin, burgerat, sa herë kam thënë. Ja, i bëm gati që t'i mbushim. Menduam t'i mbushim me kastravec, qep, domate, edhe do i vendosim dhe sallat jeshile. Ja dhe burgera, besoj se do kenë dalë të shishëm. Shife si të presim. It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. Do kaloj në ndej, mirë. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind, I know I'll find it, cause the islands are showing me the way. I've been floating coast to coast, from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm
që qesh tani. I'm with you, Arlis, I'm përbëri foto me home. mua sot. Yeah. And I'm with you, I'm home. And I'm with you. Përshëndetje. Sot kam filluar ditën që në 7:30, që në 7 në fakt, edhe nuk e kam hapur kamerën fare, por ka qenë një ditë shumë produktive. U zgjova herët, kam hekurosur, kam bërë punë, kam bërë drek dhe kam punuar në studio. Tani është momenti që t'ju tregoj disa gjëra të reja që më kanë ardhur këtu në studio. Veshjet e vitit të ri, disa nga veshjet, se kam bërë shumë, po çfarë kishin bërë mi dërguan dhe do ja u tregoj tani, mezi po pres të shikoj dhe vetë se nuk e kam hapur pakon. Ja, një sekund të largoj pa kamerën, që t'ja u tregoj. Është një fustan shtatzanie, që mbahet kështu, sa e bukur. Se nuk duket mirë normalisht se me këtë copën kështu. E kam kërkuar shumë një si ky, më në fund e gjeta, në fakt e doja bezh, por vetëm të bardhën munda të gjeja. Ta qepja, do me thënë. Sa cute këto. Ky është ripi i këtij. Ndërkohë mua nuk keni që më doni në video, shikoni veshjet. Sa keq që nuk mund ta vesh unë të... O shpirt, hajde shikoj pak sa bukura. Kjo është një veshje për goca. Wow, thuj wow! Shumë e bukur. Mbaj që kanë dhe? Pas kanë marrë era cigare, sa e ndjem ne që se pim. Po do t'i laj. Jo, në pastrim kimik. Doga dhe lek për pastrim kimik. Ua, detajet fix si që ja kam kërkuar. Në qoftë se e doni kush rroba qepse është, nuk do t'i bëj reklama koma. Por veshjet janë yll. Kam bërë për të gjitha moshat. Janë super. Ja, ky është pak më i madh. Wow, nuk e di, më pëlqen shumë. Shumë fare, shumë të bukura. Ky për mosh tjetër. Po moshat këto tani si kanë as të shkruara. Do t'i sistemoj unë. Ups, nga i bluzja e kësaj. Është si ai i pari, domethënë, po. Shumë të bukura. Kaq kishte bërë ajo zonja për momenti. Derisa të më bëj të tjerat, do ja u tregoj të gjitha sigurisht. Këto janë për njërën nga skenat, që me zi pres, se ajo është skena ime preferuar dhe e doja pa tjetër. Me zi po pres t'ja u tregoj gjithë skenat e vitit të ri, përgatitjet, para përgatitjet.
pak se nuk e di se çfarë sajova unë këtu. Kjo është në ngjyrën kafe të pjekur. Edhe këto pantallonat e bardha. Me këtë bluzën e bardhë, po nuk jam shumë e sigurt për këtë veshjen e sotme. Dhe puna është se nuk kam kohë që të rrihet mendohem përsëri çat vesh. Nuk e di ata mbaj. Sikur kam vend të foto, mbaroj për këtë foto. Aty jemi me makinën e kuditës. Ja ku jemi me makinën e kuditës. Sepse makina ime është në servis, se ka nevojë për ca gjëra të vogla, më rrithte vaje kështu, derisa ta rregulloj, kudita më la makinën e saj, sepse kisha nevojë, nuk kisha me këtë shkoja në palestër edhe tek vizita që kisha. Dua ta falenderoj dhe dua t'ju them që njerëzit duken në ditë të vështira. Edhe në ditë të mira duken, se ka raste që më ka ndodhur s'më kanë ftuar në për ditëlindje, nuk më kanë ardhur në ditëlindje, etj. Por, më shumë duke në ditë të këqija. Edhe kuditën e dua shumë. Pavarësisht se nuk jam njëri që shprehem shumë dhe t'i them zemra, shpirti, këte ande, po ja ku duken njerëzit e mirë. Në këto gjëra. Kudita, të dua. Edhe kështu... Kudita e di shumë mirë që makinën e ka në duar të sigurta. Nuk jam një shofer tashmë, por i jap shumë mirë makinës se mos e marr vetëm sysh edhe po ja përplas me në i vend. S'ka lënë një palë syze Kudita këtu që shkojnë me outfitin tim. Faleminderit dhe për syzet. Tani ikim se jam shumë vonë. Palestër. Po qa bën kështu mi bela së të del një. Bravo, më pëlqen. Ndërkohë unë po mësohem të ri drejt, se nuk ri drejt. Do vej një alarm çdo 1 minutë, kështu më tha. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Jemi zgjuar me idem për të ikur në palestër dhe nuk kemi ikur. Por një gjë tjetër më interesante që dua të themi pak më vonë, do ju lejm pak të prisim. Kemi ardhur, po ja u themi sot. Okay. Tani po ja themi. Po kemi ardhur prap këtu te rruga e Kavajës, se i thash Belës që ka rroba të lezetshme aty te Kotoni dhe do blejmë në një gjë. Dhe do të çojmë syzet e Evës, që kemi filluar. Ose më janë prish syzet. Edhe do dalim të pijmë kafe për qef, për kokër të qefit. Me që sot ishte koha e bukur dhe do kemi një javë plot me shi. Po sot Eva. Jam timon me Belën edhe deri tani më ka ngri gjaku një 5 herë. Si iku? Po hahet me njëra po hahet me ne në fakt, vjakse. Vjakse, të më vjerë vlog, more vesh. Si i timonit, si çunat haram, sa shumë të qeke me nëne. Po në hasët ne në rrugë mos na e vini re. Merë në muaja, në mos hanë çunat që kam të vitën timon. Ashtu dhe. Kurse unë jam pak më e qetë. Ami. Qa ndeshe me thënë Bela? Kush kam me gjyra makina me mua. Do marrë në vonë tënde. Më lujti. Me që ja ke bërë shërbimet e reja, të ta zhblokoj ta ma. Jo, më vënd time nuk ta sugjeroj se ti i ve këmbën, gazin e s'di të prenosh.
kështu që më Atë i mirë ka ke frenat këtë. mirë. Frenat i ka gozhda. Frenat edhe Fiks gazin është e ajo. ke flak. Fiks. 2 gjëra që më duhen mua. E para një herë gazi, ëh? Ja kështu si që jam unë gaz. Të hahet me këto goca të rrugës. Në fakt ato hahen me ne se ne të shkretat në rrugë po futeshim, rrugë tonën. Si o avere, unë atyre që rinë kështu. Jo, po rrin tek kështu. Kishte bë buzët, më falni goca se s'dua t'ju gjykoj ju që bëni buzët, po Si ka hi e I mos e gjykoj lat që na, na kemi gocat shpit që- edhe ne që jemi femra. Ju nejse, lutem. mos i bëni më buzët se nuk ngjani bukur. Ljuni 2 herë me lapës buzët, kaq mjafton. Ja, edhe mua që më ka ik fare, bukur ngjan. Yll. Çfarë bëj unë pasi më kanë lënë tort këtu në studio. Haj këtë pjesën këtej. Jemi duke porositur se janë fiksuar që kanë nxjerr Burger Kingu cheddar. Unë e kam provuar këtë në Paris. Dhe ka qenë shumë e mirë. Nuk ma merr mendja që do jetë cheddari aq i mirë, por gjithsesi për merak do e provojmë. Edhe do ju them si është. Vetëm këtu. Bo. T'ja u tregoj pak këtë me cheddar. Shohim tani në shije si do jetë. Edhe salsa cheddar, fiksimi. It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the islands where the time goes a little more my pace. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. Hello, ja ku erdhëm këtu në studio. Dhe kemi bërë këtë paketimin, si që pat, tek House of Flowers Lori në Bryl. Ato gocat ishin shumë të mira. U morën me mua që të bënim këtë fustanin e lezetshëm, si buqet. Edhe para se të shkoja aty, shkova tek një dyqan ngjitur që nuk po janë them emrin dhe ajo goca realisht u soll pak keq, le të themi, se jo, nuk bëhet kjo, jo se kjo merr shumë letër, sikur i thash unë që kushton shumë edhe nuk dua të kushtoj aq shumë. Po njeriu të paktën e provon. Dhe ja, sa bukur doli. Këtu do t'i vendos ca lule bore që doja u tregoj rezultatin në fund, se tani nuk lëviz dot shumë, sepse kam hallë se më prishet kjo gjëja dhe kam mbajtur të gjithë rrugës, dola nga dyqani kështu si buqet. Por shpresoj të dalë një foto super e lezetshme, super e bukur. Do vendos lulet këtu si që thash dhe kjo do bëhet për tetorin roz, për Pink October, të shohim se si do na dali. Kam dashur gjithmonë ta bëj këtë si ide, tani që kam dhe studio, e kam fix për ta bërë. Edhe tani presim të vi Giulio, të pim një kafe, edhe të bëjmë fotot. Mos e vini re këtë sfondin, se do pritet kjo që është bërë pis, se është përdorur pak si shumë. I've been floating coast to coast, Bahamas to Puerto Rico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. When I'm with you I'm home. Just riding waves cause I know no matter where the tide goes, the sun is on my face. Searching for treasures in my mind,
I know I'll find it, 'cause the islands are showing me the way. Ja ku jemi, sa po përfunduam setin me lulet për Pink October. Për më tepër do I shikoni fotot në marlenfotografi.al në Instagram, sepse sot mendoj ose nesër ta përfundoj vlogun me këto video dhe që të fillojmë një vlog të ri. Kam menduar gjëra sa më të bukura për ju. Më thoni çfarë doni të shikoni më tepër në kanalin tim. Më komentoni aty poshtë, cilat gjëra ju pëlqejnë më shumë, studio, gatimet apo gjëra të tjera. Gjithsesi, unë do mundohem t'ju tregoj gjëra sa më të bukura dhe pozitive. Faleminderit që më keni ndjekur deri në fund. Kush më ka ndjekur deri në fund të më çojë një zemër roz. Paqim, shihemi në vlogun e radhës.